Edmond kishte gjithmonë një mënyrë të veçantë të shikonte botën. Nuk ishte vetëm inteligjenca apo kultura e tij që e bënte të dallonte, ishte edhe mënyra si e perceptonte çdo detaj të jetës, çdo buzëqeshje të rastësishme dhe çdo fjalë të thënë në kalim. Dikur, qyteti ku jetonte e konsideronte një njeri shembullor, dikush që gjithmonë gjente kohë për të ndihmuar, për të këshilluar, për të mbajtur shpresën gjallë te ata që ndiheshin të braktisur. Por tani, Edmond ndodhej përballë një realiteti tjetër, një dhimbje e thellë, e shoqëruar nga heshtja e familjes që e kishte rritur dhe që ai kishte mbajtur mbi supet e tij për dekada me radhë. Bashkëshortja, Elira, kishte filluar të fliste më pak me të. Nuk ishte një qëndrim i keq i qëllimshëm, por distanca që kishte krijuar mes tyre ishte evidente. Çdo bisedë që përpiqej të fillonte Edmond, përfundonte në heshtje të ngulitura mes dy shtratit dhe divanit të vjetër të shtëpisë. Fëmijët e tij, Linda dhe Artan, të rinj dhe plot plane për jetën e tyre, shpesh harronin të kalonin në shtëpi, duke e lënë Edmondin të ndjej si një vizitor në shtëpinë e tij të vetme. Ai e dinte që kjo nuk ishte keqdashje e tyre, por natyra njerëzore që shpesh e çon njeriu të mendojë për veten dhe ëndrat e tij, duke harruar ata që janë gjithmonë aty. Edmond shpesh kalonte orë të tëra duke u ulur pranë dritares së dhomës së tij. Shikonte rrugicat e qytetit të vogël, ku fëmijët luanin, dyqanet hapeshin dhe mbylleshin me një ritëm që nuk ndryshonte kurrë, dhe burrat e plakur rrinin duke biseduar mbi rrugët e kaluara. Ai ndjente një lloj melankolie, një ndjesi të thellë të vetmisë që e kishte shoqëruar për muaj të tërë. Por pavarësisht gjithë këtij vetëdijes për pamundësinë e tij, Edmond ruante një qetësi të brendshme që rrallë mund të shpjegojë. Ndonjëherë vinte një nga fshinjët e vjetër, një burr që kishte njohur Edmondin që kur ishte fëmijë, dhe u ulnin bashkë për të pirë kafe. Edmond, të shotë lodhur, por i fort, thoshte ai shpesh, duke i dhënë një buzëqeshje të ngrohtë. Mos u dorëzo kurrë. Por Edmond e dinte se dorëzimi nuk ishte një mundësi që mund të zgjidhte, se mundja kishte pushtuar trupin e tij ngadalë, duke e bërë çdo hap të mundshëm të një sfide të vërtetë. Në mëngjeset e hershme, kur shtëpia ishte e qetë dhe vetëm zogjt këndonin jashtë, Edmond ndjente dhimbjen më të madhe. Nuk ishte vetëm dhimbja fizike që e mundonte, por ajo shpirtërore, ndjenja se kishte investuar gjithë jetën e tij në dashuri, kujdes dhe sakrifica dhe tani ndjehej i harruar. Por brenda tij kishte një vend të veçantë ku ruante shpresën, një vend ku besonte se një ditë familja do të kuptonte vlerën e tij, edhe nëse kjo vinte shumë vonë. Dhe ndërsa ditët kalonin, Edmond filloi të përgatitej për një lloj të veçantë lamtumire. Ai shkroi letra të fshehta, por edhe mesazhe të thjeshta për çdo anëtar të familjes së tij. Nuk ishin letra për t'u lexuar menjëherë, por fjala e tij e fundit, e kujtuar më vonë, do të sillte një ndjesi që askush nuk e priste. Ai nuk donte hakmarrje, ai nuk donte të lëndonte. Edmond vetëm donte të transmetonte një të vërtetë të thellë, se dashuria dhe kujdesi janë më të rëndësishme se çdo grindje apo përbuzje. Edmondi filloi të ndjente më thellë ftohtësinë që ishte krijuar mes tij dhe atyre që më parë e kishin quajtur familje. Ditët rritnin ngadalë, si ujë i trashë që nuk gjen rrjedhën e lirë, dhe çdo vizitë shkurtër e fëmijëve të tij, Linda dhe Artanit, i dukej një kujtim i largët i viteve, kur ata kishin qeshur së bashku dhe shtëpia ishte mbushur me zëra të gëzueshëm. Ishte e vështirë të përballonte këtë ndryshim, sepse Edmondi nuk ishte njeri që kërkonte dramë apo grindje, ai ishte një njeri i qetë, i matur dhe i ndershëm, por zemra e tij po thyrrej ngadalë nga moskujdesi dhe indiferenca që ndjente nga ata që ai i donte më shumë. Një mëngjes, ndërsa rrezet e diellit binin nëpër dritaren e dhomës së tij, Edmondi ndjeu dhimbjen më të madhe. Ishte një dhimbje që nuk vinte nga kockat e dobësuara apo nga gjymtyrët që nuk e dëgjonin më, por një dhimbje që vinte nga ndjenja se ishte bërë i padukshëm për familjen e tij. Ai qëndroi ulur pranë dritares për një kohë të gjatë, duke parë rrugica ku dikur kishte kaluar duke mbajtur duart e fëmijëve të tij dhe duke buzëqeshur bashkë me ta. Në atë moment, Edmondi vendosi të bënte diçka që nuk kishte bërë kurrë më parë. Ai do të thoshte fjalët e tij më të sinqerta dhe më të thella, jo për të kërkuar hak, por për të lënë një gjurmë të përhershme në zemrat e familjes. Ai filloi të shkruante pa pushim. Letra të gjata për bashkëshorten, për fëmijët, për miqtë e vjetër që nuk e kishin harruar plotësisht dhe edhe për fshinjët që ndonjëherë kishin shfaqur ngrohtësinë e tyre. Çdo fjalë ishte e mbushur me emocione të papërshkruara, kujtime të fshehura dhe mesazhe që shprehnin dashuri të pakufizuar, falje dhe lutje për të kuptuar më shumë. Ai nuk donte të lëndonte askënd, por donte që të gjithë të kuptonin se sa i rëndësishëm ishte çdo moment i jetës së ndarë dhe se sa pak vlerësoheshin gjërat e vogla derisa ishte vonë. Por pavarësisht gjithë këtyre përpjekjeve, realiteti i ditëve ishte i ashpër. Kur fëmijët vizitonin shtëpinë, ata shpesh vinin me telefona në dorë, duke u përqendruar në botën e tyre dhe duke harruar të shikonin Edmondin në sy.
Bashkëshortja e Lira ndonjëherë thoshte se kishte shumë gjëra për të bërë, shumë halle për të menaxhuar, dhe shpesh e mbyllte veten në dhomën e saj, duke mos dëgjuar thirrjet e tij për bisedë. Edmondi ndjente dhimbjen, por nuk kishte asnjë zemërim të hapur. Ai ruante një qetësi të brendshme që e mbante gjallë, duke u përpjekur të mos bjerë në dëshpërim. Një pasdite, ndërsa shikonte fotografinë e tij me fëmijët kur ata ishin të vegjël, Edmondi filloi të fliste me zë të ulët, si për të dëgjuar vetë fjalët e tij. Ju kam dashur gjithmonë, edhe kur nuk e kuptuat, tha ai, dhe një lotë rëshiti mbi fashën e tij të rrudhur. Ai nuk e dinte në atë moment që këto fjalë, thjesht të thëna, do të mbeteshin si një premtim i padukshëm për të gjithë ata që e kishin lënë të ndjehej i harruar. Ndërkohë, një fshi një vjetër që kishte njohur Edmondin për dekada e vizitoi atë. Ata u ulën jashtë, në një pemë të madhe që fliste për vitet e kaluara. Fshinjësi e tij i tha, Edmond, ti ke pasur gjithmonë një zemër të madhe. Nuk ka rëndësi se sa pak kuptohet tani, ajo nuk zhduket kurrë. Dhe Edmondi, duke ndjerë një ngrohtësi të vogël, kuptoi se edhe në vetminë e tij nuk ishte plotësisht vetëm. Por ai e dinte se momenti i vërtet, ai që do të ndryshonte gjithçka po afrohej, një bisedë, një fjalë thënë në momentin e duhur që do të prekte zemrat e të gjithë. Një ditë, fëmijët erdhen për vizitë. Nuk ishte një vizitë e gjatë dhe as planifikuar, por ishte e mjaftueshme për të ndezur emocionet që Edmondi kishte mbajtur brenda për muaj të tërë. Ai i priti me një buzëqeshje të butë, pa asnjë akuzë, pa asnjë fjalë të hidhur. Linda dhe Artan, duke vënë re dobësinë e babait të tyre, ndjen një keqardhje të thellë dhe një dhimbje që nuk e kishin kuptuar më parë. Edmondi filloi të fliste ngadalë, duke treguar kujtime nga fëmijëria, nga momentet e ndara, duke i bërë të qeshin dhe të shikojnë ato momente të harruara që tashmë ishin një pasuri e përbashkët që askush nuk mund ta merrte. Ai nuk kërkonte falje dhe as nuk akuzonte, fjala e tij ishte e thjeshtë, e ndjerë dhe e pastër. Ai donte që fëmijët të kuptonin diçka që nuk mund të shprehej me gjeste të thjeshta, dashuria nuk është e dukshme gjithmonë, por ekziston përtej çdo përbuzje dhe indiferencë. Dhe ndërsa ditët kalonin, ai filloi të ndjente një lloj lehtësimi, sepse kishte filluar të shihte se ndjenja e tij dhe fjalët e tij po arrinin tek ata, duke i bërë të kuptojnë se çfarë humbën kur u larguan nga zemra e Edmondit. Ditët kaluan ngadalë, dhe Edmond ndjeu se koha po i afroi fundit. Ai nuk kishte frikë nga vetvdekja. Ajo ishte një shoqe e pashmangshme, por ajo që e shqetësonte ishte mënyra se si familja e tij do të mbante mend dashurinë dhe kujdesin e tij. Ai vendosi që momenti i tij i fundit të ishte i paharrueshëm, një lamtumir e thjeshtë, por e fuqishme. Një mëngjes të ftohtë vjeshte, shtëpia u mbush me heshtje. Ardhja e fëmijëve dhe bashkëshortes nuk ishte planifikuar. Linda dhe Artan erdhën sepse kishin ndjerë një ndjenjë të brendshme që diçka po ndodhte, një thirrje që nuk mund ta injoronin. Edmondi priti me një buzëqeshje të qetë, por sytë e i kishte të mbushur me lotë të fshehur. Ai i shikoi një nga një, duke ndjerë çdo frymëmarrje, çdo dridhje të lehtë të trupit të tyre. Unë nuk kam shumë kohë, filloi Edmondi me zë të ulët, por të qartë. Por ka diçka që duhet ta dini, diçka që nuk mund ta marr me vete pa e thënë. Fjalët e tij dridheshin, jo nga frika, por nga ngrohtësia dhe ndjenja e thellë e përgjegjësisë për ata që kishte dashur më shumë. Kam dashur gjithmonë të jem aty për ju, edhe kur nuk e shfaqja mjaftueshëm. Kam bërë gabime, nuk kam qenë perfekt, por zemra ime gjithmonë ka qenë me ju. Ju e dini këtë tani, ndoshta e kuptuat shumë vonë, por dashuria ime nuk ka pasur fund. Nuk e kam humbur kur, edhe kur menduat se kisha ikur. Linda nuk mund të përmbante lotët. Ajo shikoi baban e saj, të rrudhur nga dhimbja dhe sëmundja, dhe ndjeu një dhimbje që i shpërtheu brenda. Artan, gjithashtu, përpiqej të ruante qetësinë, por zëri i Edmondit, i mbushur me sinqeritet dhe dhimbje të fshehur, i preku thellë. Unë nuk dua që të mendoni se jam i zemëruar apo i zhgënjur, vazhdoi Edmondi, duke kapur duart e fëmijëve të tij një nga një. Unë vetëm dua që të kuptoni se sa i rëndësishëm është çdo moment i ndar, çdo buzëqeshje, çdo përqafim. Nuk e di sa kohë kam më, por dua që këto fjalë të mbeten me ju për gjithmonë. Ai ndaloi për një çast, duke marrë frymë thellë, dhe pastaj tha diçka që nuk kishte thënë kurrë më parë. Nëse ndonjëherë ndjeni të humbur ose të lënë pas dore, kujtoni se unë gjithmonë kam qenë këtu, duke ju dashur pa kushte. Dhe mos harroni, dashuria nuk është e dukshme gjithmonë, por ajo nuk zhduket kurrë. Edhe kur mendoni se nuk ka më shpresë, ajo është aty, brenda jush dhe brenda atyre që ju duan. Elira, bashkëshortja e tij, kishte qëndruar heshtur gjatë gjithë kohës. Tani, lotët i rridhnin mbi faqet e saj. Ajo ul pranë Edmondit dhe mbajti dorën e tij, duke ndjerë çdo fjalë, çdo frymëmarrje. Edmondi e shikoi dhe buzëqeshi për një moment të shkurtër, por të përjetshëm. Ju lutem, mos harroni kurrë se familja është gjithçka, tha ai me një zë të dobësuar, por të fortë nga emocionet. Unë mund të shkoj tani, por zemra ime do të jetë gjithmonë me ju.
Dhe një ditë, kur të kuptoni çdo gjë që nuk e keni parë tani, ndoshta do të çani, por çani me gëzim, sepse keni njohur dashurinë që nuk vdes kurrë. Edmondi I shikoi një nga një dhe pastaj mbylli syt. Një heshtje e thellë mbushte dhomën. Linda dhe Artan nuk mund të thanë asnjë fjalë, lotët e tyre ishin më të fortë se çdo fjalë. Elira I mbajti duart e tij më fort se kurrë, duke kuptuar se çdo sekondë kaluar me të ishte e çmuar dhe e pakthyeshme. Kur Edmondi mori frymën e fundit, dhoma u mbush me një qetësi të pazakontë. Por kjo heshtje nuk ishte bosh, ajo ishte e mbushur me kuptimin e fjalëve të tij, me forcën e dashurisë së tij dhe me një dhimbje që preku zemrat e të gjithë atyre që kishin qenë indiferent më parë. Ai kishte arritur të bënte diçka që nuk kishte mundur asnjë gjë tjetër, kishte lënë një gjurmë të përjetshme, një mesazh që do të jetonte brenda familjes së tij përgjithmonë. Linda dhe Artan u përqafuan duke qarë, duke kuptuar diçka që nuk e kishin kuptuar më parë, sa e rëndësishme ishte të tregonin dashurinë për ata që kishin pranë, dhe sa shumë mund të humbisnin nëse e linin atë të shkonte pa e thënë. Elira gjithashtu ndjeu një dhimbje të papërshkrueshme, por edhe një lehtësim, ajo e dinte se, edhe në largësinë e dhimbshme, Edmond kishte arritur të fliste për të gjithë ata që kishte dashur. Në atë moment, një ndjenjë e re përqafonte familjen, një ndërgjegjësim I thellë, një forcë e brendshme për të qenë më pranë njëri tjetrit, për të kuptuar se dashuria nuk ishte e dukshme gjithmonë, por ajo ishte aty, duke I mbajtur të lidhur pavarësisht çdo përbuzjeje, çdo mosmarrëveshjeje dhe çdo ditë që kalonte pa u shprehur. Dhe në heshtjen e shtëpisë, fjalët e Edmondit vazhduan të flisnin si një melodi e përjetshme që askush nuk mund të harronte. Edmond filloi të ndjente më shumë rëndësinë çdo ditë të mbetur. Ai nuk donte të rinte I heshtur në shtëpinë e tij të qetë, por kërkonte kontakte të vogla me botën jashtë. Çdo mëngjes, ai dilte të ecë për pak minuta në rrugicat e qytetit, duke ndjer ajrin e freskët dhe duke përshëndetur njerëzit që takonte. Fshinjët e tij, të cilët shpesh kishin qenë vetëm një buzëqeshje larg, filluan të ndalonin për të folur pak, për të ndarë lajme dhe për të pyetur si ndjej. Ishin momente të vogla, por të rëndësishme për Edmondin, sepse ai ndjej ende I lidhur me jetën që kishte ndërtuar. Një ditë, gjatë një ecjeje më të gjatë se zakonisht, Edmond takoi një grua të moshuar që shiste fruta pranë tregut të vogël. Ajo I tha, Edmond, të shoh të lodhur sot, por të dukesh I fortë. Ai buzëqeshi dhe I tha se kishte pasur një javë të vështirë, por që po përpiqej të mos dorëzohej. Ndërsa ecnin bashk pak më tej, gruaja filloi të fliste për fëmijët e saj dhe për historitë e qytetit. Edmondi dëgjoi me kujdes, duke kuptuar se çdo person kishte betejat e veta, secili me dhimbje dhe sfidat e tij. Kur u kthye në shtëpi, ai ndjeu lodhjen, por edhe një ndjenjë qetësie. Ai filloi të shkruante më shumë, duke bërë shënime të vogla për kujtimet e fëmijërisë, për ditët e lumtura që kishin kaluar së bashku dhe për momentet kur kishte ndjerë që dashuria e familjes ishte më e fortë. Ai I mbajti këto shënime pranë krevatit, duke I parë çdo ditë si një kujtim se jeta ishte ende e vlefshme, edhe kur ndjenja e vetmisë mbulonte, një pasditë tjetër, Artani erdhi papritur pa paralajmërim. Ai kishte sjellë me vete disa fotografi të vjetra, ku Edmondi duke luajtur me fëmijët në obor. Të dy u ulën pranë dritares dhe filluan të kujtonin momente nga e kaluara. Edmondi e shikoi djalin e tij dhe I tha, mos e harro kur, çdo buzëqeshje që kemi pasur së bashku ka qenë një thesar. Edhe kur nuk e shfaqim dashurinë, ajo është aty, duke na mbajtur lidhur. Artani e dëgjoi me kujdes dhe ndjeu një ndjenjë të papërshkrueshme, keqardhje që nuk kishte kaluar më shumë kohë me baban e tij, por edhe një vendim për të ndryshuar mënyrën se si e shihte familjen. Linda ndërkohë kishte filluar të vizitonte më shpesh, por ende kishte frikë të tregonte ndjenjat e saj plotësisht. Ajo shpesh shndronte në çoshet e dhomës, duke ndjerë një trishtim të fshehur, por duke vënë re përpjekjet e Edmondit për t'i përfshirë në biseda dhe për t'i bërë të ndjenë të dashur. Ai I tregonte histori nga rinia e tij, nga qyteti dhe nga njerëzit që kishte takuar, duke e bërë çdo vizitë një mundësi për t'i dhënë atyre një pjesë të jetës së tij që ata nuk e kishin parë kurrë më parë. Ai donte që fëmijët të kuptonin diçka që nuk mund të shprehej. Edmondi shpesh mendonte për fëmijët. Dashuria nuk është e dukshme gjithmonë, por ekziston. Ai shkroi letra që nuk I kishte marrë guximin t'i dorëzonte. Dhe ndërsa ditët kalonin, ai filloi të ndjente një lloj lehtësimi të përbashkët. Sepse kishte filluar të shihte letër ishte një pjesë e shpirtit të tij, një mënyrë për të lënë gjurmë duke I bërë të fshihej çfarë koha apo lërgesa e fjalëve të shprehura. Ditët kaluan. Edmondi gjithashtu filloi të shikonte më shumë nga qyteti që e kishte rritur. Ai nuk kishte frikë nga vinte në kafenet e vogla. Ajo ishte një shoqe pranë librarive, por ajo që shqetësonte ishte mënyra se si familja e tij do të mbante këtyre gjërave e bënte të ndjente një lloj qetësie. Ai vendosi që momenti I tij I fundit të ishte I paharrueshëm. Ai kuptonte se jeta nuk ishte gjithmonë e lehtë, por që çdo moment I vogël kishte një mëngjes të ftohtë vjeshtë, ndonjëherë dashuria dhe kujdesi shfaqen më shumë në fëmijëve dhe bashkëshortës nuk ishte planifikuar. Një ditë Linda dhe Artani erdhën pranë lumit që kalonte ndjenjë të brendshme që Edmondi takoi një djalë thirrje që nuk mund ta injoronin.
Edmondi nuk e njihte buzëqeshje të qetë, por sytë e kishte të mbushur me lotë vështirësi. Ai shikoi një nga një duke ndier çdo frymëmarrje. Edmondi e dëgjoi me kujdes dhe i dha këshilla të thjeshta të sinqerta. Filloi Edmondi me djaloshi nuk do t'i haronte kur. Por ka diçka që duhet ta dini, kënaqësi të madhe që nuk mund ta marrë me vetë se dashuria dhe kujdesi. Fjalët e tij dridheshin, mund të shprehen edhe për njerëz që nuk e njihnin ndjenja thellë për ditë pas dite nisën të shfaqen tensione të reja. Kam dashur gjithmonë të jem aty për familjes së tij. Edhe kur nuk e shfaqem mjaftueshëm. Linda erdhi me një humor të keq, nuk kam qenë perfekt, por zemra ime gjithmonë ka qenë. Nuk mund të rri më shumë këtu. Ju e dini këtë kam kaq gjëra për të bërë, të ndjesh gjithmonë i pafuqishëm. Dashuria ime nuk ka pasur, duke mos kuptuar se nuk e kam humbur kur. Nuk vinte vetëm nga se kisha ikur, por edhe nga ndjenja Linda nuk mund të përmbante saj dhe gjithë familjes. Ajo shikoi baban e saj. Edmondi e shikoi me qetësi, por një pikë e hidhur për një dhimbje që shpërtheu brenda. Linda, Artan po përpiqem të ngarkoj, përpiqej të ruante qetësi, dua të shoh që të kuptoni se sa i rëndësishëm është çdo moment me dhimbje të fshehur. Nuk dua të shpërfillni asnjë mundësi që të mendoni se jam i zemëruar apo i zgjuar. Vazhdoi Edmondi. Por Linda nuk dëgjoi të tensioni dhe lodhja e saj e bën të largohej. Unë vetëm dua që të kuptoni se sa i rëndësishëm është çdo moment i ndar. Çdo buzëqeshje, Artani, i cili kishte vizituar më shpesh në ditët e fundit, që këto fjalë filloi të shfaqte shenja të pakënaqësisë. Ai ndaloi për një çast, duke marrë që ke vuajtur, dhe pastaj tha diçka që nuk kishte thënë kur më parë. Tha ai pa menduar për ndjenjën që fjalët e tij mund të shkaktojnë. Kujtoni se Edmondi ndjeu një farm të hidhur në stomak dhe një trishtim të thellë. Dhe mos harroni, ai e kuptoi që fëmijët e tij nuk e kishin kuptuar ende se sa shumë sakrifikime. Edhe kur mendoni se nuk ka më shpresë jetës, ajo është aty, brenda jush dhe brenda shtëpia u mbush me heshtje të rënd. Elira bashkëshortja e tij pranë dritares, kishte qëndruar heshtur gjatë rrugëve të qytetit dhe mendonte për momentin kur shtëpia ishte mbushur me zë dhe ajo ul pranë Edmondit. Ai kujtoi ditët kur Linda dhe Artani duke ndier çdo fjalë, çdo frymëre dhe zërat e tyre. Edmondi e shikoi dhe buzëqeshi për një moment të shkurtër. Ajo e qetësisë kishte marrë vendin e zërit të dashurisë. Mos harroni kurse familja është gjithçka, thaaj me një zë të dobësuar. Por sfidat nuk erdhen vetëm nga fëmijët. Unë mund të shkoj tani, Elira bashkëshortja ime gjithmonë, e cila zakonisht mbante një shndrim të largët. Kuptoni çdo gjë që nuk e keni parë tani, ndoshta do të çani. Ai kishte harruar të mbyllte derën e kopshtit dhe disa flet libri. Ishi shpërndar. Edmondi i shikoi një nga një dhe pastaj mbylli syt. Nuk mund të rregullosh. Një heshtje e thellë mbushte dhomën. Nuk mund të lëvizësh pa bërë një rëmuj. Nuk mund të thanë ajo me një zë të ashpër. Lotët e tyre ishin më të fortë. Edmondi ndjeu një goditje të brendshme. Elira i mbajti duart të tij me librave apo derisa hapur, kuptuar se çdo sekondë kaluar me të ishte e çmuar dhe e pakfyeshme. Ai u përpoq të mos përgjigjej. Kur Edmondi mori një ndjenjë brendshme të trishtimit, dhoma u mbush me një qetësi të pazakontë. Edmondi e dinte që kjo heshtje nuk ishte dramatike, ajo ishte e mbushur me kuptimin e fjalëve. Ishin pasojë e vitit të gjatë të dashurisë së tij, të distancës emocionale që preku zemrat e të gjithë atyre që kishin shenë. Ai filloi të shkruante më shumë. Ai kishte arritur të ruajë diçka që nuk kishte moment të vështirë tjetër. Dhe duke u përpjekur të gjurnonte se si mund të shpëtonte një mesazh që do të jetonte brenda familjes së tij dhe veprimeve të vogla. Linda dhe Artani u përqafuan duke rrinte në verandën e diçka që nuk e kishin kuptuar një grup fëmijësh që sa e rëndësishme ishte të tregonin dashurinë. Njëri prej tyre rrëshishi dhe rrezikoi të sa shumë mund të humbisnin nëse Edmondi pavarësisht dobësisë së trupit. Elira gjithashtu ndjeu një dhimbje të papërshkrueshme, por edhe një lehtësim. E bëri të ndjente se edhe në dobësinë e tij mund të ndikonte pozitivisht në jetën e flisë për të gjithë ata që kishte kuptoi se forca nuk natë vetëm nga ajo që ndjenja e përqafonte familjen, por edhe nga ndikimi i fjalëve dhe veprimeve të forcë brendshme për të qenë më pranë njëri tjetrit. Situata dramatike se dashuria nuk ishte e dukshme gjithmonë. Shinjit filluan të debatonin jashtë, duke i mbajtur të lidhur pavarësisht çdo përbuzje, çdo mosmarrëveshje. Edmondi dëgjoi çdo ditë që kalonte një ndjenjë forte pakënaqësisë dhe në heshtjen e shtëpisë, fjalët e Edmondit vazhduan të flisnin si një melodi e përjetshme që askush nuk mund të harronte. Tani ishte mbyllur me ndjenjë më shumë në çdo ditë të mbetur. Por ai nuk donte të rrinte i heshtur në shtëpi vendosi të shfrytëzonte çdo moment për të dhënë mesazhin e tij të dashurisë dhe çdo mëngjes. Ai dilte të ecë për para minuta në rrugët e qytetit, duke ndjer ajrin në këtë ditë të vështirë. Edmondi mësoi të shihte më qartë thelbin e marrëdhënieve njerëzore, të cilët shpesh kishin qenë vetëm një buzëqeshje la shumë rëndësi ka të ndalonin për të folur pak, dhe se çdo moment i lajmë dhe për të pyetur si ndjej. Ai filloi të bënte momente të vogla, por të rëndësishme për Edmondin, një fjalë ngrohtë sepse ai ndjej ende i lidhur me jetën që kishte ndërtuar. Një buzëqeshje dhe falje për si e më të gjatë edhe pse tensionet nuk Edmond takoi një grua të moshuar që fillon të ndryshojnë atmosferën të vogël. Duke sjellë një shpresë të ndajë Edmond të shohte Edmondi filloi të dilte më shpesh nga shtëpia. Ai buzëqeshi dhe i tha se kishte pasur një javë të vështirë, por edhe për të parë fytyrat e njohura që mos dorëzoi. Ai takonte mishte bashk pak më burrat dhe gratë që kishin ndarë me të fëmijët e saj dhe ndonjëherë ndalej për të folur me ata. Edmondi dëgjoi me kujdes, duke kuptuar se çdo person kishte te kafeneja e vogël në qoshën e rrugës. Edmond takoi Markon, kur u kthye në shtëpi, ai ndjeu lodhjen në shkollë dhe kishte ndarë shumë histori. Ai filloi të shkruante më shumë. Sa kohë ka shënime të vogla për kujtimet e fëmijës. Po si po e kalon për ditët e martura që kishin kaluar së bashku dhe për momentet kur kishte ndjer që dashuria e familjes ishte më e fortë.
Jo shumë mirë, mbajti këto shënime pranë shumë gjëra krevatit, kanë ndryshuar, duke i parë çdo por ditë si një të kujtim mos se jeta ishte ende e vlefshme. Ata folen për orë të tëra, vetëm duke kujtuar ditët e pas hershme, tjetër, të qeshura dhe lojrat e papafajshme, por edhe Ai vështirësitë kishte që sjell me kishin vete kaluar. disa fotografi Ky takimi të dha vjetra, Edmondit, ku Edmondi një ndjenjë duke force luajtur dhe me lidhje fëmijët që nuk e në kishte obor. ndier prej Të dy u kohësh. ulën pranë dritares dhe filluan të kujtonin momente nga e kaluara. Edmondi e shikoi djalin e tij dhe i tha: "Mos e harro kur, çdo buzëqeshje që kemi pasur së bashku ka qenë një thesar. Edhe kur nuk e shfaqim dashurinë, ajo është aty, duke na mbajtur lidhur." Artani e dëgjoi me kujdes dhe ndjeu një ndjenjë të papërshkrueshme, keqardhje që nuk kishte kaluar më shumë kohë me baban e tij, por edhe një vendim për të ndryshuar mënyrën se si e shihte familjen. Linda ndërkohë kishte filluar të vizitonte më shpesh, por ende kishte frikë të tregonte ndjenjat e saj plotësisht. Ajo shpesh qëndronte në çoshet e dhomës, duke ndjerë një trishtim të fshehur, por duke vënë re përpjekjet e Edmondit për t'i përfshirë në biseda dhe për t'i bërë të ndjenë të dashur. Por jo të gjitha takimet ishin të qeta. Një ditë, ndërsa ecte përmes tregut, një fshi Ai nuk nuk kërkonte falje dhe as nuk akuzonte. Fjala e tij fjalë ishte thënë për thjesht dritaren që e kishte mbetur mbetur hapur. hapur. Ai donte që Çfarë po bën fëmijët të këtu, kuptonin Edmond? diçka që Nuk mund sheh të që po shprehej bëhesh me i gjeste tepër, të thjeshta. tha ai me zë të Dashuria lartë, nuk është e duke i bërë dukshme disa gjithmonë, njerëz që po por kalonin ekziston aty për të pranë çdo të kthejnë përbuzje kokën. dhe indiferencë. Edmondi ndjeu një Dhe tension ndërsa të ditët kalonin, ai por filloi të vendosi ndjente mos një lloj përgjigjej me lehtësimi, zemërin, sepse kishte ai filluar thjesht të buzëqeshte shihte se se ndjenja e tij ndonjëherë dhe fjalët e gjërat tij e vogla vallinin duket tek se ata, bëjnë shumë duke i zhurmë, bërë të por nuk kuptojnë ja se vlen çfarë të humbasin humbasin kur u qetësinë larguan nga zemra e Edmondit. Fshinjët u larguan Ditët pa e kaluan kuptuar ngadalë, thelbin dhe e Edmondi fjalës ndjeu së se tij, koha po por i Edmondi e afroi dinte fundit. që këto Ai sfida nuk të kishte vogla frikë nga ndihmonin të vetëvdekja, forconte ajo durimin ishte dhe një shoqe e qetësinë e tij. pashmangshme. Një Por tjetër ajo që e situatë shqetësonte dramatike ishte ndodhi mënyra një pas se si dite kur një familja e zhurmë tij e do të madhe mbante shpërtheu me në dashurinë rrugë. dhe kujdesin Një e tij. makinë kishte Ai dështuar vendosi dhe që kishte momenti i bllokuar tij i fundit trafikun. të ishte i Edmond paharrueshëm. i dobësuar nga sëmundja u përposhtë të ndihmonte duke udhëzuar një mëngjes të ftohtë vjeshte dhe duke shtëpia tentuar u të mbush me shmante një heshtje. incident. Ardhja e Ai ndjeu fëmijëve një dhe lodhje të bashkëshortes madhe, nuk por ishte ishte krenar për planifikuar. faktin që Linda mund dhe të Artan ndihmonte. erdhën sepse Një kishin kalimtar i ndjenjë huaj e të vuri brendshme re që për diçka pjekjen po e tij ndodhte dhe i i tha, tha, një thirrje që nuk mund ndonë të kishin marrë asnjë Edmondi përgjegjësi, priti me por një buzëqeshje buzëqeshje të të qetë, kujdes. por sytë e kishte Edmondi të u ndjej mbushur me vlerësuar dhe dhe kuptoi se ai edhe në shikoi një momentet nga më të një, vështira, duke ndjerë çdo mund të kishte frymëmarrje, ndikim çdo pozitiv dridhje mbi të njerëzit lehtë të rreth trupit tij. të tyre. Në një tjetër Unë nuk kam episod, shumë kohë, një shoqe filloi vjetër, Edmondi me Hana, zë të erdhi ulët të për të vizitonte qartë. Edmondin. Por ka diçka Ajo që kishte duhet ta qenë një dini, mikeshe diçka ngushtë që nuk mund ta gjatë marrë rinisë me së vete pa dhe e kishte thënë. ndarë me të Fjalët e momentet tij më të dridheshin, lumtura dhe jo më nga të frika, frikshme. por nga Ata ngrohtësia folen dhe gjatë për ndjenja kohën thellë që e kishte përgjegjësisë kaluar për dhe ata për që ndryshimet kishte që dashur kishte më shumë. sjell jeta. Kam dashur Hana e gjithmonë të pyeti jem për aty për fëmijët, ju, dhe edhe kur Edmondi nuk i është tregoi faqe për sfidat e mjaftueshme. fundit. Kam bërë Tensionet dhe gabime, përpjekjet e nuk kam tij qenë për të perfekt, riparuar por zemra marrëdhënien. ime gjithmonë Ajo ka e qenë dëgjoi me me ju. kujdes Ju e dhe i dini dha një këtë këshill të tani, thjeshtë ndoshta e për të kuptuar fuqishme. shumë vonë, Edmond, por çdo dashuria gjest i ime vogël nuk i ka pasur dashurisë fund. ka rëndësi. Nuk e kam Nuk humbur duhet të kur, presësh edhe kur momentin e menduat se fundit kisha për i të thënë thënë të vërtetat e tua. Linda nuk mund të përmbante Kjo fjalë i lotët. mbeti në mendje Ajo Edmondit shikoi baban e dhe saj ndihmoi të rrugën nga vazhdonte dhimbja dhe përpjekjet e sëmundja, tij. dhe Një ndjenja nga e episodet dhimbje më që sfiduese shpërtheu erdhi kur një situatë Artan e papritur gjithashtu ndodhi me përpiqej të fëmijët e ruante tij. qetësinë. Linda por kishte zëri i sjell një Edmondit mikesh i dhe mbushur me Artani një shok sinqeritet në dhe universitet dhimbje të dhe fshehur i tensionet e prekuptem. fshehura dolen Unë në nuk pa. dua që të mendoni se Disa jam i fjalë të hidhura zemëruar u apo i shkëmbyenj. zgënjur, Dhe vazhdoi Edmondi ndjeu Edmondi, një dhimbje duke të kapur fortë duart kur e pas të fëmijëve fëmijët të po tij grindeshin nga për një. arsye të vogla. Unë vetëm Pa dua që të kuptuar sa e kuptoni se rëndësishme sa ishte ishte secila që çdo sekondë moment me i të. ndar. Ai Çdo ndërhyri me një buzëqeshje, ton çdo të qetë, përqafim. por të vendosur. Nuk e di sa kohë kam më, Ju por dua lutem, që këto mos fjalë e të hargjoni mbeten me ju energjinë për në gjithmonë. grindje të kota. Ai ndaloi për Çdo një moment çast me duke njëri marrë tjetrin frym thellë është një thesar. dhe pastaj tha Ju diçka keni që kohë nuk të ishte mjaftueshme thënë për më parë. zonka, Por nëse nuk nuk keni keni kohë kohë për të humbur dashurinë që kemi për njëri tjetrin. Kujtoni se unë gjithmonë Në kam qenë ditët që këtu duke ju pasuan, dashur Edmondi pa filloi kushte. të shihte Dhe mos ndryshimet e harroni, vogla tek dashuria nuk fëmijët është e dhe dukshme fëmijët. gjithmonë, Ata por ajo filluan nuk të është duket respektonin kur. përpjekjet e Edhe tij, kur mendoni se nuk ka më lodhjen dhe shpresë, dhimbjen ajo që është ndjente, aty, brenda dhe të jush vlerësoni dhe më brenda shumë atyre fjalët që dhe ju gjestet e duan. tij. Elira, Ai kuptoi se bashkëshortja e sfidat tij, dramatike kishte kishte qëndruar grindjet dhe heshtje tensionet gjatë nuk gjithë ishin kohës. thjesht pengesa, Tani, por mësimet lotët që i i rrinin jepnin në mundësinë të faqet e ndikonte saj. tek njerëzit dhe Ajo të ul pranë riparonte Edmondit marrëdhënie. dhe mbajti Një dorën mëngjes e të tij. qetë, duke Edmondi ndjerë çdo gjeti fjalë veten duke çdo shikuar frymëmarrje. një kuti të vjetër Edmondi me e shikoi fotografi dhe dhe letra nga buzëqeshi për një fëmijëria. moment të shkurtër, Kur hapi por të kutin, përjetshëm. çdo foto dhe Ju çdo lutem, letër i mos riktheu harroni kujtime kur të se gjalla. familja është Ditët gjithçka. kur ai dhe motra e me tij njerëz të luanin në dobësuar, oborin por e të shtëpisë fortë së nga vjetër, emocionet. kohët kur Unë babai mund i të tij shkoj kishte tani, marrë por vendime të zemra ime do vështira të për jetë familjen
dhe sakrificat dhe një ditë shpesh kalonin pa u çdo gjë që nuk e keni ai parë mbante tani, në dorë një letër të shkruar nga nëna kur ishte vetëm 10 vjeç, sepse keni njohur dashurinë që nuk gjithmonë do të ishte krenare. Edmondi i shikoi një nga një dhe pastaj pastaj mbylli syt. Këto kujtime e Një preknin heshtje e thellë thellë Edmondin, mbushte dhomën, duke i kujtuar se Linda jetët dhe e Artan njerëzve nuk që mund të na thanë rrethojnë asnjë janë të fjalë, ndërlidhura lodhët me e tyre ishin më të sakrificat fortë dhe se dashurinë çdo e të fjalë. tjerëve. Elira i Ai mbajti vendosi duart të e fliste fliste për këto momente me duke fëmijët e tij, kuptuar se çdo duke u sekondë përpjekur të kaluar me ndante të ishte e histori që çmuar dhe ndonjëherë e mbaheshin pakfyeshme, fshehur, kur të cilat mori mund të shpjegonin pse ai kishte dhoma bërë u mbush me zgjedhje një që çështje kishte të bërë gjatë jetës. jetës.
Por Një kjo pasdite, heshtje nuk ishte Linda bosh. ul pranë Ajo tij ishte dhe e mbushur pyeti me për një kuptimin foto e ku fjalëve Edmond, të tij, duke me ndihmuar forcën e në dashurisë të moshuar të dhe bardhë me të një qesit dhimbje në që preku ushqime. zemrat e të Edmondi gjithë qeshi atyre që ngadalë kishin dhe filloi të qenë tregonte indiferent se më si në parë. atë ditë Ai kishte kishte arritur kuptuar të se bënte ndihma ndaj diçka të që nuk tjerëve, kishte mundur edhe kur asnjë nuk gjë të pranohet tjetër. menjëherë, Kishte lënë një krijon gjurmë lloj të lumturie përjetshme, të brendshme një mesazh që do të krahasohet jetonte me asgjë brenda tjetër. familjes së tij. Ai I tregoi Lindës dhe Linda Artanit dhe se Artanu shumë nga përshpjeguan veprimet e duke tij, qarë, që ndonjëherë duke dukeshin kuptuar të diçka që padukshme, nuk e kishin kishin kuptuar kuptuar më nga parë. dëshira për Sa e të dhënë rëndësishme shembull, ishte të për të tregonin treguar se dashurinë për ata dashuria që dhe kishin kujdesi pranë, nuk janë dhe vetëm sa fjalë, shumë mund të por humbisnin veprimet nëse që e ndryshojnë linin jetën atë e të shkonte njerëzve. pa e thënë. Një ditë tjetër, Elira Edmondi gjithashtu vendosi të ndjeu një vizitojë dhimbje të shkollën papërshkrueshme, ku kishte por mësuar edhe si një fëmijë. lehtësim. Ai Ai ecte në dinte se korridoret edhe e në lartësinë e posaçësura, dhimbshme, duke I Edmond kujtuar kishte zërat arritur dhe të lojrat fliste e për të fëmijëve gjithë të ata tjerë. që kishte dashur. Shkolla kishte Në ndryshuar atë shumë, moment, një por ndjenje ndjenja e e re re përqafonte përqafonte familjen. familjen. Një ndërgjegjësim Ai I I tregoi fe, Linda një dhe forcë e Artanit brendshme historitë për e të tij qenë nga më pranë klasa, njëri tjetrit, mësuesi që për të kishin kuptuar besuar se se ai dhe dashuria nuk shokët që ishte e kishin dukshme të gjithmonë, bashkuar për por çdo ajo aventurë ishte të aty, vogël. duke I mbajtur të Fëmijët e lidhur tij dëgjuan me çdo vëmendje, përbuzje, duke çdo kuptuar se mosmarrëveshje, shumë nga dhe çdo vështirësitë ditë që që kalonte kalonte kishte pa u kaluar nuk shprehur. ishin të dukshme. Dhe në heshtjen Por e kishin shtëpisë, formuar fjalët e njeriun që Edmondit ishte vazhduan sot. të flisnin. Një episod Si një tjetër I melodi e veçantë përjetshme ndodhi kur askush Edmondi nuk u mund të kthye në harronte. oborrin e Edmond shtëpisë filloi së të vjetër, ndjente më ku shumë kishte kaluar rëndësi në çdo çdo ditë ditë të të mbetur. Ai shikoi Ai nuk pemët e donte mëdha, të rrinte I oborrin heshtër ku në kishte shtëpinë e luajtur tij dhe të rrugica që por dikur e kërkonte kishin kontakte mbushur të me vogla zë me dhe botën gëzim. jashtë. Ai ndjeu një Çdo ndjenjë mëngjes, nostalgjie ai dhe dinte një të dhimbje ecë të për pak lehtë, minuta por në gjithashtu rrugicat një e lumturi të qytetit, thellë, duke e sepse ndjerë ajrin e kuptoi se freskët këto dhe duke kujtime përshëndetur kishin dhënë njerëzit që forcë për të takonte. përballuar Fshinjët sfidat e e tij, jetës. të cilët Ai shpesh ndau me kishin qenë fëmijët e vetëm tij një buzëqeshje kujtime nga lartë, lojrat e tij filluan me të motrën, ndalonin për të nga folur netët për pak, familja I për të tregonte ndarë lajme histori dhe për pranë të sobës. kryetur si ndjej. Dhe nga momentet Ishin kur momente kishte të vogla, ndihmuar por fshinjët të për rëndësishme për falënderimin. Edmondin, Këto sepse ai episode ndjej ende I dhan lidhur me Edmondit jetën mundësinë që të kishte ndante ndërtuar. pjesë të jetës së Një tij, ditë, që gjatë nuk një ishin ecje të më të njohura gjatë se për fëmijë. zakonisht, Ai Edmond u takoi takoi të një grua të tregonte se moshuar çdo që moment I ishte vështirë, fruta pranë çdo tregut të pengesë dhe vogël. çdo sfidë Ajo kishte I tha, bërë më të Edmond, fortë dhe të më të shon të ndjeshëm lodhur ndaj të sot, tjerëve. por të dukesh I Ai e fortë. kuptoi se Ai historia e tij buzëqeshi mund dhe të I tha shërbente se si kishte ndësim pasur për një Linda javë dhe të Artanin, vështirë, por por dashuria dhe sakrifica nuk maten gjithmonë në Ndërsa mënyrë të ecnin bashkë menjëhershme, pak më por tej, ndikojnë në gruaja mënyrë të filloi të fshehtë dhe fliste të për fuqishme. fëmijët e saj Një dhe nga për episodet historitë më e prekse qytetit. ndodhi kur Edmondi Edmondi tregoi tregoi me fëmijëve kujdes, për humbjen duke e një kuptuar miku se të çdo ngushtë person gjatë kishte rinjës. betejat e Ai veta, përshkroi secili dhimbjen me që dhimbjet kishte dhe ndjerë, sfidat e tij. ndjenjen e Kur u vetmisë dhe kthye në frikën që shtëpi, ndonjëherë ai të ndjeu linte të lodhjen, por mendoje edhe se një jeta ndjenjë nuk që do të të kishte kishte kuptim. Ai filloi të Por shkruante ai më tregoi shumë, edhe duke mënyrën bërë se si shënime kishte të gjetur vogla për forcën për të kujtimet e vazhduar, fëmijërisë, përmes për ditët e dashurisë së lumtura që familjes dhe kishin kujdesi kaluar për së të bashku, tjerët. dhe për Fëmijët e momentet tij kur dëgjuan kishte me një ndjerë qetësi qetësi që që nuk e kishin familjes shfaqur ishte më më parë, fortë. dhe një Ai ndjenjë mbajti respekti këto dhe shënime kuptimi pranë filloi të krevatit, linte duke brenda I parë tyre. çdo ditë si një Edmondi kujtim se vazhdoi jeta të ishte rriste ende lidhje me vlefshme, fshinjët dhe edhe miqtë kur të ndjenja e vjetër, vetmisë duke I mbulonte, përfshirë edhe një ata pas në dite kujtime tjetër, nga e Artani kaluara. erdhi papritur Ai pa organizoi paralajmërim. takime të Ai vogla, kishte ku sjellë me tregonte vete histori disa nga fotografi rinja, të heronj vjetra, lokal, ku Edmondi momentet duke e luajtur luajtur me me fëmijët në fëmijëshme. obor. Çdo Të dy takim ishte ulen një pranë mësim I dritares, fshehur, dhe se çdo filluan moment të ka kujtonin rëndësi, momente çdo nga e marrëdhënie duhet të kaluara. vlerësohet. Edmondi e Dhe shikoi çdo fjalë djalin e thënë tij me dhe I tha, dashuri mund të mos e ndryshojë harro jetën kur, e dikujt. çdo buzëqeshje që kemi pasur së bashku ka qenë një thesar. Edhe kur nuk e shfaqim dashurinë, ajo është aty, duke na mbajtur lidhur. Artani e dëgjoi me kujdes dhe ndjeu një ndjenjë të papërshkrueshme, keqardhje që nuk kishte kaluar më shumë kohë me baban e tij, por edhe një vendim për të ndryshuar mënyrën se si e shihte familjen. Linda ndërkohë kishte filluar të vizitonte më shpesh, por ende kishte frikë të tregonte ndjenjat e saj plotësisht. Ajo shpesh shndronte në çoshet e dhomës, duke ndjerë një trishtim të fshehur, por duke vënë re përpjekjet e Edmondit për t'i përfshirë në biseda dhe për t'i bërë të ndjenë të dashur. Ditët e fundit e Edmondit ishin të mbushura me emocione të përzira. Ai ndjente dobësinë e trupit të tij, por zemra vazhdonte të mbushej me dashuri dhe kujdes për të gjithë ata që kishte pranë. Ai donte që fëmijët të kuptonin diçka që ai përpiqej të tregonte një pjesë të vetes. Dashuria nuk është e dukshme gjithmonë, një mesazh dashurie që mund të ndjejë përbuzje dhe por që kishte peshë të madhe për ata. Dhe ndërsa ditët kalonin, ai filloi të ndjente një lloj Linda erdhi me një fytyrë të qeshur, kishte filluar të shihte një ndjenjë e tij dhe fjalët e tij. Ajo kishte sjellë me vete libra duke I bërë të kuptonte se kishte shkruar gjatë viteve nga zemra e Edmondit. Ai kishte regjistruar kujtimet e fëmijërisë, momente dhe lumtura dhe ato të dhimbshme. Ai nuk kishte frikë nga vetë Edmondi, ajo
ishte një shoqe e pashmangshme. Ai kuptoi se ajo që fëmijët e tij shqetësonte po ishte përpiqeshin mënyra të se si kuptonin familja e gjithë tij jetën do e të tij, mbante të mend shihnin sakrificat dhe dashurinë që ai Ai kishte vendosi që momenti i tij i fundit të ishte i paharrueshëm. shpesh duke i ftohtë e i largët, erdhi pa paralajmërim një pasdite. Një mëngjes të ftohtë vjeshtë, ai mbante një shtëpia u shishe me mbush fotografi. Ardhja e Ardhja fëmijëve dhe bashkëshortës nuk ishte viteve. planifikuar. Baba, Linda dhe nuk e Artan dija që erdhan ke sepse bërë kaq kishin shumë ndjerë për një ne. ndjenjë të Nuk e brendshme që kuptova diçka më po parë, ndodhte, por tani një e thirrje shoh që gjithçka, nuk mund ta tha ai injoroni. me zë të dridhur. Edmondi priti me Edmondi një e shikoi bushqeshje të djalin qetë, e tij, por dhe sytë ndjoi e një kishte gëzim të të mbushur fshehur, me lotë të sepse fshehura. kishte arritur të Ai lërë një shikoi gjurmë një në nga zemrën një, e duke tij. ndjerë çdo Në frymëmarrje, qytet, fshinjët çdo e dridhje të mishkilluan lehtë të trupit shfaqnin tyre. respekt. Unë Dhe nuk kam kujdes shumë për kohë, Edmondin. filloi Edmondi Ata e me zë të vizitonin më ulët, por të shpesh. qartë. Ndjeshin të Por lidhur ka me diçka që histori duhet dhe ta veprimet dini, e tij, diçka që dhe nuk mund ta kuptuan se marrë me njeriu vete pa nuk i matet thënë. vetëm nga ajo Fjalët që e tij duket, dridheshin, por nga ndikimi jo
nga frika, por nga ngrohtësia. Një nga fshinjët e tij të rinj tha, Edmond, nuk e kuptova më parë, por ti je një shembull gjithmonë të jem aty për të jetosh me zemër. Edhe kur nuk e shfaqem një situatë që preku thellë Edmondi ndodhi kur një fëmijë i vogël në rrugë, por zemra ime gjithmonë ka qenë me ju. Edmondi, ju e dini këtë tani, ndoshta e kuptuat shumë më herë dhe por dashuria ime nuk ka pasur fund. Në atë moment, nuk e kam humbur prindërit e fëmijës, edhe kur menduat se kisha me lot në sy. Linda nuk mund të ndjeu një forcë të re. Ai shikoi baban e saj të rrugën nga dhimbja dhe sëmundja dhe madhe dhe ndjeu një dhimbje që nuk harron brenda. Edmondi filloi të ndjente një lidhje të thellë me fëmijët e tij, por zëri i Edmondit, i mbushur me historive që tregonte dhimbje të fshehur, ai shikonte fytyrat e tyre. Unë nuk dua që të mendoni se jam i zemëruar apo i çdo tensioni ka vazhdoi Edmondi, kishte qenë mundësi për të mësuar vetësinë e dashurisë dhe respektit. Unë vetëm dua që të ndjente që koha e tij ishte shumë çdo moment, por çdo moment i mbetur çështje çdo të jashtëzakonshme. Nuk e di sa pas kam më, ndërsa rinte pranë dritare duke shikuar rrugicat e qytetit. Ai ndaloi për një çast duke marrë një lodhje të madhe. Dhe pastaj tha diçka që kujtoi të gjitha episodet e jetës së tij. Nëse ndonjëherë ndjeni të humbur ose të momentet e dhimbshme dhe ato se unë gjithmonë kam qenë këtu që ndihmuar, fshinjë që kishte dashur dhe mos harroni që dashuria nuk është e dukshme gjithmonë, por ajo nuk ai ndjeu një përzierje gëzimi edhe kur mendoni se nuk ka më shpresë se ajo është aty brenda jush dhe brenda atyre time dhe mësime për gjithmonë. Elira bashkëshortja Edmondi ul pranë tavolinës ku kishte grumbulluar shënimet, fotografi dhe lotët i rridhnin mbi faqen e saj. Ai hapi një nga fletoret e fundit. Ajo ul pranë dhe filloi të shkruante një mesazh të thjeshtë, duke ndjerë çdo fjalë, një kujtesë për familjen dhe Edmondi e shikoi se dashuria dhe kujdesi moment të shkurtër, por të edhe kur koha mbaron. Ju lutem, fjalët e tij harroni kurse familja është gjithçka. Tha ai me një forcë të madhe, por ato ishin një testament i zemrës së tij. Unë mund të shkoj tani, por zemra ime do të jetë çdo sfidë dhe dhimbje. Dhe një ditë ajo të kuptonte të mos mendon që nuk e keni parë tani, por ndoshta do të çani, por çani me gëzim. Ai kuptoi që historia e dashurisë çdo episod i dhimbshëm apo i lumtur. Edmondi i shikoi një nga një dhe pastaj mbylli sy. Kishte krijuar një heshtje e thellë dhe kujdesi që nuk mund të fillë. Linda dhe Artan nuk ndjeu sanas edhe kur do të mungonte fizikisht, prezenca e tij do të vazhdonte të ndjehej. Elira i mbajti duart e tij me forcë mish dhe fëmijët e tij. Se çdo sekondë kaluar me të ishte e çmuar. Nisi me një qetësi të pazakontë në shtëpi. Kur Edmondi mori dritat e mëngjesit hynin butësisht nga dritarja dhe një erë lehtë lëvizte perden. Por kjo heshtje nuk ishte dobësinë e trupit. Ajo ishte e mbushur me kuptimin e fjalëve të tij. Ai e dinte se momenti po afrohej dhe dëshironte të lindte një mesazh që nuk do të harrojë të gjithë atyre që kishin. Linda ishte ulur pranë tij, duke mbajtur dorën. Ai kishte arritur të bënte diçka që nuk kishte mundur asnjë tjetër, duke e vështruar baban në gjë të përjetshme, një mesazh që do të jetonte Elira bashkëshortja e tij ishte pranë krevatit. Linda dhe Artan u përqafuan duke qarë, lotët i rridhnin kuptuar diçka që nuk e kishin kuptuar. Atmosfera ishte ngarkuar me emocione, ishte të tregonin dashurim për ata që kishin pranë. Dhe sa Edmondi e shikoi se nëse Elina dhe folin ngadalë me zë të dobët për të Elira gjithashtu unë nuk kam frikë nga dhimbjet e papërshkrueshme. Kam jetuar shumë, kam dashur shumë dhe kam bërë edhe në largësinë e dhimbshme. Por ka diçka që dua të them para se të largohen, diçka që duhet të mbahet mend në atë moment, një ndjenjë e re përqafonte familjen. Ai mori frym thellë dhe vazhdoi. Ju kam dorë brendshme për të qenë më pranë. Edhe kur nuk dukesha, edhe kur nuk e dashuria nuk zemra ime ka qenë gjithmonë me ju. Por ajo ishte aty. Ju keni qenë motivuar të lidhur pavarësisht çdo përbuzie, çdo mosmarrëveshje. Dhe ndonjëherë ndoshta nuk e kuptua dashurinë time, por ajo ka qenë në shtëpi, fjalët e Edmondit vazhduan të flisnin si një melodi e përjetshme që askush nuk mund të harronte. Ishin të thjeshta. Edmond filloi të ndjente më shumë shumë në jetën e të mbetur. Linda filloi të çajrinte i heshtur në shtëpinë e tij të përqafuar me baban e saj. Kontakte të vogla me botën që zakonisht i fshehte emocionet. Ai dilte të ecë për pak minuta në falënderit të papërshkrueshëm për të ndjerë që kishte mbajtur gjithmonë fort dashurisë që takonte. Elira, shinjet e çar heshtur, të cilët shpesh dorën e vetëm një burqe e larg, duke ndjerë ndalonin për të folur pa pafund. Për të ndarë lajme Edmondi vazhdoi, mos harroni kurse dashuria ishin momente të vogla, çdo të rëndësishme për Edmondin, sepse ai ndjej ende i lidhur me jetën që humbi pa shprehur dashurinë. Një ditë gjatë një ecjeje më të gjatë se zakonisht. Ju lutem, Edmond takoi një grua të moshuar që shitoni dhe falni, sepse kjo është ajo që ka rëndësi më shumë se çdo gjë tjetër lodhur sot, por të dukesh. Ai mori frym thellë. Ai buzëqeshi dhe i tha se kishte pasur një javë. Por buzëqeshja e tij ishte që po përpiqej të ngrohtë dhe e përmbushur me dashuri. Ndërsa ecnin bashkë tani, tha ai me filloi të fliste por mos u frikë saj dhe për historinë. Zemra ime do të jetë gjithmonë me ju. Edmondi dëgjoi me kujdes, duke kuptuar se kuptoni gjithçka që nuk e keni parë më parë, secili do të çani, por çani me gëzim. Kur u kthye në shtëpi për jetuar dashurinë që nuk edhe një ndjenjë qetësie. Lodhët ai filloi të shkruante më shumë. Linda e përqafon shënimet të vogla duke ndjerë çdo fjalë që ai kishte thënë. Për ditët e lumtura që kishin kaluar së bashku me respekt dhe për momentet kur kishte ndjerë që Elira e mbajti dorën e tij ishte më fortë. Të ndjeu një lidhje që ai mbajti këto shënime pranë krevatit. Edmondi mori duke i parë çdo ditë si një kujtim se jeta ishte ende vlefshme. Edhe kjo heshtje nuk ishte bosh, ajo ishte e mbushur me artimin e
fjalëve të tij, me fushinë e dashurisë. Ai kishte sjell me vete disa fotografi të gjitha ata që Edmondi duke luajtur. Ai kishte arritur të bënte diçka të jashtëzakonshme. Të dy ulën pranë të linte dritares, një trashëgimi dashurie dhe respekti që do të jetonte për te çdo kohë. Edmondi e shikoi djalin e tij dhe i tha: "Mos e Linda, haro kur, Artani dhe Elira qëndruan aty aty për pas disa bashku minuta, ka qenë duke një marrë fesar. frymë dhe duke Edhe kur pranuar nuk e shfaqim dhimbjen dhe dashurinë, mirënjohjen ajo njëkohësisht. është aty. Ata e Duke na dinin se mbajtur fjalët e lidhur. Edmondit Artani nuk e do të dëgjoi me harroheshin kujdes, kur, se ndjeu ai një kishte ndryshuar mënyrën se si ata do të jetonin nuk kishte kaluar më shumë kohë me baban e tij. Ai kishte por bërë edhe diçka një që vendim askush për të tjetër ndryshuar nuk mund të mënyrën kishte se si bërë. shihte familjen. Kishte mbushur zemrat e Linda tyre me ndërkohë dashuri të kishte pastër, filluar të kuptinte vizitonte më përjetësi. shpesh, Por në ende atë kishte moment frikë të një tregonte ndjenje e re ndjenjat e saj përqafonte plotësisht. familjen. Një Ajo lidhje shpesh thellë e ndronte në paqmueshme, çoshët e dhomës, një ndërgjegjësim duke se ndjerë jeta një ishte të shkurtër, shpërfshehur, por dashuria duke dhe vënë re kujdesi përpjekjet nuk e shuhen Edmondit kur. për t'i përfshirë Dhe në në heshtjen e biseda dhe dhomës, për t'i bërë fjalët të e ndjenë të Edmondit dashur. vazhduan të flisnin si një melodi e përjetshme që nuk do të shuhet.